Sot në bazë të ligjit për të drejtat e të burgosurve dhe të paraburgosurve, në bazë të nenit 51, si deputeti i Republikës Shqipërisë dhe nënkryetari i Komisionit Punëve të Brendshme, erdha për të parë kushtet në të cilat ndodhet institucioni i burgut numër 313, një institucion i cili ka një histori, siç e dini ju, jo shumë pozitive, pasi ka arritur deri në humbje jete të një të burgosurit. Në mos gaboj në para pak muajsh, ku një burgosur ka vrarë vetën. Për të parë kushtet në të cilat ndodhen të burgosurit, por edhe vetë efektiv të policisë dhe punojësit e këtij institucioni, për të parë se në çfarë situate ata punojnë, sot unë u paraqita në këtë institucion. Ligji më jep të drejtë që unë të bëj këtë inspektim dhe të shikoj kushtet. Por në hyrje të institucionit, ku takova edhe me drejtorin e këtij institucioni dhe me shefin e sektorit në Mosgaboj, mu mohua kjo e drejt për të parë kushtet, sepse sipas tyre ishte e vështirë, do t'ishte e vështirë dhe do t'ishte problematike, mund t'kishte incidente, të cilat mund të sillnin edhe rrezik të daljes jashtë kontrollit të burgut, duke u paraqitur unë në këtë moment dhe ata nuk kishin mjaftueshëm punonjës apo nuk kishin mjaftueshëm siguri për të ma garantuar edhe mua sigurinë, por edhe institucionit, sepse sipas tyre ditë premte pas orës 2 punonjësit largohen një pjesë e mirë e tyre në pushim. Ndërkohë që inspektimet të tilla duhet jenë patjetër në çfarëdo lloj momenti dhe ore, dhe prandaj dhe ligji pikërisht nuk e specifikon. Unë kisha bërë kërkesë për të parë edhe kushtet për të cilat janë sot të burgosurit edhe për presidentin Ilir Meta, ndaj të cilit kemi edhe shkresa dhe çështje publike të kushteve jo të mira të këtij institucioni. Përfshirë këtu të dy punonjësit e lartë të këtij institucioni, ju referova edhe deklaratës ish avokates popullit Balanca, e cila ka treguar se neni 51 është i pa diskutueshëm dhe normalisht institucioni duhet kishte një protokoll që të garantonte një vizitë të tillë të një deputeti, por nuk ishte as protokollin. Dhe sipas vetë asaj që më thanë ato, nuk garantojnë dot as sigurinë, po aty nuk ishte as psikologu, se dhe psikologu ikën pas orës 2, nuk ishte as shefja e infermierisë, e cila do duhet që të më tregonte se si ishte situata aty. Pra praktikisht pas orës 2, dhe unë këtë i pyeta atyre, nuk e kuptoj se si një institucion i tillë mund t'i ulet siguria apo mund t'i ulen punonjësit në momentin që këtu keni të burgosur 24 orë, se nuk janë me orar të burgosurit. Burgosurit janë 24 orë dhe një deputet mund vinë çfarëdo lloj ore për të inspektuar kushtet në të cilët janë. Është absurde, jemi i vetmi vend që një institucion vendos të shkeli ligjin, sepse ligji më garanton, më jep të drejtën si deputet që unë të shikoj këto kushte në çfarëdo lloj orari. Por thënë kjo, pa diskutim që do t'i thras në komision të dy persona të cilët takova sot, përfshi dhe drejtorin e përgjithshëm të burgjeve, i cili në komisionin ton nuk kërkonte fonde shtesë, sepse ishte shumë i kënaqur me fondet, por ndërkohë qartazi këtu pas ka nevojë për shumë fonde për të shtuar punonjësit. Meqense pas orarit zyrtar këtu edhe siguria që ka në rrezik në rast se vjen një deputet për ta inspektuar. Kjo ishte ajo çfarë diskutuam sot dhe patjetër do t'i thras në komision për të kërkuar llogari si deputet e para pse u shkel ligji, dhe e dyta cilin protokoll do të ngrihen për të garantuar sigurinë e çdo deputeti apo zyrtari të lartë që ka të drejtën kushtetuese dhe ligjore për të bërë inspektimet, sepse t'jemi të sinqertë dhe t'jemi të drejtë, jo vetëm për të burgosurit, po edhe vetë punonjësit e policisë nuk janë në kushtet më të mira, jo vetëm në këto institucione ku rrezikshmëria është e lartë, po dhe në institucione të tjera. Dhe prandaj sot do kisha dashur shumë që të shikoja situatën dhe të kqyrja situatën dhe kushtet në të cilat po edhe efektivët po punojnë, po edhe të burgosurit po jetojnë. Sepse historia është që nuk janë kushtet mira. Gjithsesi,
ne do të vazhdojmë dhe do të ngulmojmë dhe pa diskutim që në fund do të arrijmë të shikojmë çdo qeli dhe çdo situatë dhe çdo standard në këtë institucion dhe në shumë institucione tjera.